Diskutimi hapur, energji pozitive dhe histori të padëgjuara më parë. Çdo javë jemi me ju me informacione dhe rrëfime që na frymëzojnë. Përmbajtje me vlerë që ju bën pjesë të një bote plot inspirim. Bashkoni me ne sepse çdo javë kemi diçka të re për të zbuluar. Çdo histori fillon këtu. Eksperime vjen çdo javë në drejtimin e Majlinda Kovaçit. Mjekimi i pacientëve me mjekësi alternative, sot do të flasim me zotri Ergjan, ai njihet tashmë në mbar trivat shqiptare si mjek popullor dhe të shohim se çka mjekohet nëpërmjet mjekësisë alternative. Zotri Ergjan, përshëndetje dhe ju falenderoj për prezencën tuaj këtu sot. A mundesh me na tregu se çka shërohet në fakt nga mjekësia alternative? Mjekësia alternative i ka rënjët shumë maharet, mos me thanë nga koha e gurit, ndoshta nga koha e civilizimit të njeriut. Për vetë faktin se në atë kohë nuk kemi pas mjek të certifikuar, nuk kemi pas shkolla. Dhe kështu që njerëzit për ndonjë dhimbje, për ndonjë smundje, kanë kërkuar ndonjë ndihmë për me ia qetësu dhimbjet. Edhe është lajmëruar për shembull një person, me thonë përgjegjës i fshatit apo i vendbanimeve ku ka qenë, që i cili i ka ndihmu me një farë metode. Me çfarë metode? Janë disa metoda, për shembull kinesë që i përdoren akupresur me shtypjen e gishtërinjve. Mandej e kanë përsos, është lajmëruar termopunktura me nxemjen e zonave të ndryshme në trupin e njeriut. Edhe jo bashkë me e reja, po edhe akupunktura. Akupunktura do thotë përdorimi i gjylparave të arit ose të argjendit. Tash kjo e fundit është elektropunktura, do thotë me stimulimin e rrymës. Në vendet e caktuara, në pikat e caktuara të akupunkturës. Zotri Ergjan, ju jeni i certifikuar apo jo? Unë jam i certifikuar. Kështu që normal që ka disa që paraqiten, mirë po normal që certifikata është shumë me rëndësi, posaçërisht në parandim nuk blehet certifikata, por dikush i certifikuar, akademik, profesor, mësues, mjek, ata e certifikohen në bazë të aftësive. Normal që vijon shkollën, aty mëson edhe anatominë, mëson edhe shumë elemente të mjekësisë, por gjithsesi certifikimi është shumë me rëndësi, ashtu që mos me ardhë deri te mashtrimi i disa personave, sepse me të vërtetë njeriu kur është në hall, kur e ka ndonjë smundje, troket në derën e gjithkujt apo jo? Por aty has edhe në dyert të gabuara dhe mandej po duhet pak sa duke do me i njoftu që mos shkoni gjithkohë. Për çfarë do probleme shëndetësor, shkon te mjeku. Spitali, ambulancat, edhe aty kërkon ndihmë. Ata çka të udhëzojnë, çka të këshillojnë në bazë të analizave të gjakut, të urinës së të gjitha këto, ta caktojnë diagnozën. Mandej në bazë asaj diagnoze edhe ndonjë terapi, por mjekësia alternative i ka disa terapi alternative më të dobishme, ndoshta marrin pak kohë, pak më tepër, mirë po me rëndësi është se asnjë terapi alternative nuk ka efekte anësore, sepse nuk përban kimikate, vetëm bio. Do thotë fitoterapia është një degë e cila mirret me përdorimin apo përpunimin e gjetheve, luleve, farave, vajrave esenciale, rrënjeve të ndryshme, me të cilat me përdorimin e atyre ilaçeve natyrore bimore ne arrijmë ta mjekojmë, të zbutim pse jo edhe sëmundjet e ndryshme, pse jo deri te edhe sëmundjet më të rënda, sëmundjet kronike, të cilat me të vërtetë nga mjekësia alternative po ka edhe shumë suksese. Mjekësia alternative ka bazohet gjithsesi edhe në shkencë, por ndoshta dikush kërkon ndonjë argument shkencor, s'ka problem, unë kam edhe argumente shkencore, po nëse e njeh në gjuhën angleze, gjermane, gjuhët e huaja, unë ju dërgoj edhe fakte shkencore, tekste të ndryshme të cilat shkencëtarët me qindra vite, pse jo tash edhe kinezët veç pothuajse 5000 vite, e përdorin me sukses mjekësinë alternative. Ne paramendoni 2 miliard, parafërsisht 2 miliard kinez. Në Kinë nuk i keni këto spitale që ka i kemi na këtu. Në Kosovë, aty nuk i kemi këto aparatura, këto instrumente. Jo, shumë thjesht, munden edhe bile me pulsin e zemrës, parafërsisht me të tregu edhe diagnozën.
Vetëm që 2 gishtarën edhe pak mediton, thot në këtë organ ti ki problem. Edhe për atë organ, ta të përgadit një vaj, apo një qaj, fare të ndryshme, lulje të ndryshme, i përdor të ato, edhe kaq. Zotri Ergjan, apo thoni në një mënyrë që ne ngarkojmë paksa organizmin tonë më shumë se që dohet, me medikamentet shumëta që na jipen nga doktorët kompetent të lamisë të caktuar në të cilën ne shkojmë për të kërkuar mjekim? Për atë është edhe parandalimi. Posa që është mjekësia alternative, i kushton shumë rëndësi parandalimit, sepse parandalimi është më i mirë se çdo ilaç. Nëse ne vetëm pak i kushtojmë rëndësi ushqimit tonë, që ka përdorim nga pijet, mandej edhe ajri, uji, të gjitha këto që ka i përdorim na të përgjithshme, të çdo ditë na që ka i përdorim ushqimet e ndryshme, edhe aty pak me pas rëndësi se gjithmonë e themi një shprehje, hani, pini, por mos e teproni. E sot kemi në shumë raste njerëzit me obezitet, me peshë të tepruar. Pse? Nuk ka kontroll gjatë ushqimit edhe mandej fillon me u anku dhimbje të ndryshme në gjunjë, në komplet boshtin korrizor, të gjitha këto vijnë nga mbi pesha. Zotri Ergjan, po dalemi në njërën nga smundjet më shkatruese të shekullit, kancerin, që ju keni thënë se ndoshta mënyra më e mirë është të mjekohet me vajguri, apo jo? Është e vërtet shumë, përndryshe jam, mund të them edhe si promovues i vetëm nga shqiptarët, që e promovoj vajgurin haptaz, sepse kam shumë argumente, kam shumë fakte. Por në botë, a ka mjek alternativ që do më thënë e paraqesin këtë si të dobeshme për këtë smundje? Gjithsesi se ka, se vajguri përdoret më shumë se 900 vite. Në shtetet e Rusisë, ish Rusisë përpara, janë disa shtete, Azerbajxhan, Kirgizistan, Turkmenistan, por sot në Rusi, në spitale, rastet më të rënda me kancer me tumor i trajtojnë me vajguri. Si ndikon aja? Mundesh me na tregu pak më gjërësisht se si ndikon të një i sëmur me kancer? Dhe a janë të gjitha, sepse e dim që kanceri është shumë llojesh. A vlen për të gjitha apo vetëm për disa lloje të kancerit? E normal që çdo kancer është i veçantë. Mandej, për vetë faktin se edhe çdo njeri e ka një kancer të veçantë. E tash munden me paramendu sa shumë lloje të tij. Lloje. Kështu që sot po na lajmëron këto 4-5 vitet e fundit, po na lajmëron rastet të reja me kancer që mjekët në bazë të analizave nuk po e din edhe çfarë tipi të kancerit, por vetëm po e shohin me një kod. Kod AK33, kaq. Mirë, po AK33 japonezët nuk e din çka do thot AK33. Për shembull, kinezët, amerikanët, afrikanët do thot ka shumë lloje. Për vetë faktin se tani e kemi edhe ajrin, nuk e kemi aq të shëndetshëm. Ushqimet nuk e kemi të shëndetshme për vetë faktin se në ushqime përdoren edhe kimikate të ndryshme. Mos ti përmendim ato afati i eskadimit të përdorimit të tyre. Po flasim edhe për perandim, në perandim shumë i kushtojnë anësi afatit. Mirë po tani zarzavate, pemte dhe perimet po kultivohen, po i shtojnë edhe proteinat të ndryshme, ushqim artificial, sintetik, këto janë kancerogen. Sepse që i ushqin këto zarzavate, pemte perimet, ato janë të recikluara. Do thënë janë kimikate të ndryshme, e ato janë posaçërisht edhe të rrezikshme, nuk janë as pak të shëndetshme, edhe kanceri po na lajmërohet nga ato. Mos ti përsëritim, kam përsërit disa herë edhe për vaksinimin kohët e fundit, këto 4-5 vitet e fundit, vaksinimi për Covid. Mirë, po absolutisht në botë është dështim shumë i madh është tregu dhe kemi shumë raste me fatal që kanë përfunduar. Kështu që mua më vjen keq të gjithë ata që i kanë marrë vaksinat për Covid, le të drejtohen me bë hijame. Hijami është një pastrim i gjakut, general, mund të them një përqindje shumë e madhe e gjakut pastrohet dhe të gjithë ata deri sot që nuk kanë bërë hijame, me bë hijame urgjentisht. Ata që kanë bërë vetëm një vakcinë, ka prej atyne vetëm një vakcinë, mirë kishte me që çdo vjet të bëjnë hijame. Ata që kanë bërë 2 vaksina, unë preferoj çdo 5-6 muaj me bë nga një hijame.
ata që kanë marrë 3 vakcina, çdo 3 muaj me bë hijame. Për faktin se para mendoni 3 vakcina, injektim shumë me sasi të madhe, doze madhe, kështu që ka nevojë më shpesh me bë hijame. Edhe kështu që po arrin sukses që pastrimi i gjakut të bëhet me anën e hijamit. Gjithsesi, unë nuk e përjashtoj, do thotë ja bashkangjes edhe përdorimin e vajgurit bashkë me vajin e farave të zeza. Për vetë faktin se vajguri është me të vërtet një mrekulli që Zoti ka kriju dhe kështu që vajguri është derivat i naftës. Si ndikon ai në qelizat kancerogjene? Krejt ju tregoj. Tash në organizmin e njeriut ekzistojnë disa lloje të qelizave. Një grup nga ato thirren qeliza universale. Apo ndoshta edhe një shprehje tjetër, imuniteti i organizmit. Imuniteti i organizmit varet nga armatimi i këtyre qelizave universale. Tash, ato qeliza universale ne i furnizojmë me vajgurin pa vetdijen e njeriut. Aty shkojnë edhe i armatosin ato qeliza dhe pastaj ato qeliza universale e lokalizojnë vendin, zonën ku janë lajmëru qelizat tumorale kancerogjene dhe e bllokojnë. Mos të shpërndahet më tepër, mos të shumëzojnë ato qeliza. Ato qeliza tumorale fillon me i rigeneru, sepse ende nuk janë prishkrejt. Ato qeliza kancerogjene, nëse ka mundësi me i rigeneru mirë, nëse s'ka mundësi, atër i pastrojnë, do të e pastrojnë terrenin. Kështu që fillimisht vajguri bashkë me vajin e farave të zeza e bllokon zonën ku janë lajmëru ato qeliza tumorale kancerogjene. Mandej aty fillon një luftë e madhe në mes të qelizave kancerogjene dhe vajgurit, i cili me shumë sukses i lufton dhe dal nga dal vjen deri te pastrimi i terrenit, vjen deri te mjekimi i pacientit. Por zotri Erxhan, është e rëndësishme edhe trajtimi me vajgurit jetë në fazat caktuara të kancerit. Për shembull në fazën e fundit, a vlen trajtimi me të? Unë për veti nuk dorëzohem kur. Pa marrë parasysh në cilën gjendje është pacienti, unë i thonë provaje. Se kem obligim moral me i ndihmu aq sa kemi mundësi deri në frymën e fundit. Por sa i përket vdekjes, aty unë nuk kam çka me komentu, se nuk është ai në dorën e njeriut, është caktimi i Allahut, aq sa i ka caktu Allahu jetesë, aq ka me jetu i smut, i shëndosh, me vajguri, pa marrë parasysh, na i kem shumë raste të ndryshme ku sportisti, 22-3 vjeçar, futball të e luajë, për njerë rrëzohet edhe çka, vjen mjeku, ja mat pulsin, e pyet trenerin ose ndonjë shok, a ka pas ndonjëherë ky futbollist probleme zemër? Thonë jo, s'po di, djali i 22-3 vjeçar kurrë më të mirë, edhe që në gishtin a ja ka marrë zemër. Ja ka ndalë zemër për moment, domethënë, sa për mjekim, po mundi me folë sa të doni, për çdo rast, unë i thonë, i avlen me provu. Absolutisht nuk i premtoj, nuk i garantoj, por pse mos me provu një metodë alternative. Por që në fazat e para është më efikas, apo jo? Normal, sa ma herët të zbulot tumori kanceri, normal që mjekim është ma i lehtë. Pra, asesi letjet, metastazën e 4, çfarë do gjeni letjet, unë prapë thonë, provoni, pse mos me provu edhe ato të fundit. Sepse ka shumë raste që, mjekët i qojnë durt për i pacientit. Thonë se as kimioterapia, as imunoterapia, as rezatimit, as operacionit nuk po kryjnë punë. Merren një qenë në shtëpi se s'ka mo. Zotri Erxhan, a ka raste kur ndonjë doktor ju ka kontaktuar për ndonjë rast që është dorëzuar prej atij rasti dhe ka thënë mund diçka të intervenoni ju? Unë jam në kontakt me disa mjekë në Shqipëri. Ata janë specialist, lloj specialist, ka edhe kardiolog, ka edhe kirurg, ka edhe gastrolog, të cilët nëpërmes mediave kështu më kanë kontaktu edhe jam drejt për së drejti në kontakt me ta në bashkëpunim në një farforme, edhe ata po i përcjellin gjendjet. Për shembull, po marr parasysh cilën fazë të kancerit apo tumorit, po e përcjellin, po ja bojnë analizat, fotografimet, krejt edhe çka, po ja japin numrin tim. Edhe unë po i këshilloj, vetëm po i këshilloj çka me përdor, qysh me përdor, sa me përdor. Për shembull një javë, një muaj. Mas një muaji që ata mjek po ja bëjnë analizat, po ja përsëritin dhe po shohin mrekulli. Njeriu ka fillu kanceri me u zvoglu, ka fillu njeriu me u mjeku.
E këto janë fakte të gjalla. Kështu që A mundesh me na tregu për afërsisht me një përqindje të gjithë atyre që vinë? Sa është përqindja e mjekimit me këtë lloj vaji, do me thonë me vaj guri? po na folëm sa ma herët të zbulohet, ma lehtë mjekohet njeriu. Normal që unë thash prapë përsëritje nuk premtoj, nuk garantoj, vetëm mi thonë lirisht fillon me përdor fillimisht doza pak më e vogël, mandej mas një jave, mas 2 jave ti mundesh vetë me e ri dozën apo edhe më shpesh, për shembull 2 herë në ditë, fillon 3 herë në ditë, 4 herë në ditë, pse jo edhe 5 herë në ditë, mundesh me e shpeshtu dozimin e vajgurit bashkë me vajin e fareve të zeza. Por asnjë rast nuk është i veçantë, sepse krejt varet edhe mandej çka përdor pacientin. Kemi raste, unë normal që e pyes për vakcinat për Covid. Pyetja e dytë është, a e përdor duhanin apo nuk e përdor, apo alkoholin. Nëse e përdor duhanin dhe alkoholin, normal që e këshilloj gjithsesi me i ndërprer, sepse edhe helmi, edhe ilaçi nuk shkojnë bashkë. Kështu që nëse i adon të shëndetin vetvetes, atëre përshëndeto bënë mjekë vetvetes, ndërprej alkoholin, ndërprej duhanin, edhe mjekimi ka me qenë shumë më i mirë edhe shumë më i shpejt. Përndryshe nëse ti vazhdon me këto substanca me i përdor, unë po i them atëherë të lutem më le të qetë se nuk, edhe pse kam raste që kanë vazhdu, e kanë reduktu duhanin, 4-5 cigare në ditë, edhe janë mjeku me sukses. Por A mundesh me na e cik në ai rast mjekimit me sukses që ndoshta edhe ju nuk e keni pritur që do të ndodhë për shkak ndoshta të metastazave që i ka formuar në organizëm, kanceri ose për ndonjë arsye tjetër? Po gjithsesi, por mbi të gjitha, unë kam dëshiri ju me ndëgju, të gjithë shikuesit me ndëgju fakte të gjalla nga vetë pacientët, të cilët lajmërojnë, falenderojnë, ata në masë shumëti me numër masë shumëti në një radio diasporës, radio Mergimi, aty jam musafir çdo dile, dhe kam dëshirë që ata të paraqiten, ata po paraqiten, edhe po falenderojnë. Por pa emër vetëm dikën që ty të ka lënë shumë përshtypje për shkak të gjendjes që ka pas. Vitin e kaluar një rast i veçantë që me të vërtet ka ndodhur mrekulli, njeriu ka pas në Gjermani jeton, shqiptari i Kosovës, ka pas mjeku, onkologu, ja ka zbulu 3 kancere në mëlqi, edhe 2 tumore në tru, në kokë. Edhe normal që, i kom thonë, provoje. Aja edhe 8 ditë kishte me operu. Kishte termin për me operu. Thash, ty të kanë mitë edhe 7 ditë. Ti nuk hum kur gja. Fillo me pi vajgurin edhe vajnë e farëvtës në këtë formë, edhe ditën e 8, ti përgatitu me shku me operu. Ditën e 8, kur ka shku me operu. Po shtren tavolin, ja kanë lirë të gjitha kablat edhe vetëm po e presin specialistin me ardhë me fillu operimet. Mirë po, ka ndodhur mrekulli. Po e shef se 3 kancere në mëlqime i pas, 2 tumore në tru, edhe njeriu i shëndosh me qenë edhe i disponuar, diçka nuk është në rregull këto, kanë menduar ndonjë gabim. Kanë pyet pacientin kush të ka dërguar ty këto, thonë po specialisti, në Gjermani, normal që analizat janë mund të themi pak më të sakta. Ky ja bën një rezonancë magnetike. Në rezonancë magnetike i del zero. Nuk ka as kancer, as tumor. Ky befasot, thot diçka po ndodh me këtë. Gabimisht na kanë dërguar këtë pacient për ndryshe ky nuk është për operim. E thirr shefin e reportit, spitalit aty në Gjermani. Vjen ai thot, shef thot, e kemi një pacient, një rast me të vërtet pak i veçantë, ky shumë i disponuar, edhe ja bëra të gjitha analizat. Ky nuk ka as kancer, as tumor. Kom ja bëne prej fillimit, me gjak, me urin, me të gjitha analizat, me rezonancë magnetike, të gjitha, i dalin krejt 0-0. Edhe vjen, ja re ekran këti shqiptari, joni këtu komunës Voshtresë, thot, djalo, ti shkon shpi, ti s'ki as kancer, as tumor. A e pyesin ata se çka ka përdor gjatë kësaj kohe, ose çka ka ndodhur me të? Ky gëzimit, ky çon lun aty fillon me lun sallë operacione dhe çka u bë me ty, a u trenu, çush mos me trenu, 8 orë ka pas me gjatë operacionit. 4 orë para operacioni për me ja largu kancerin në mëlqi, edhe 4 orë me mikrokirurg në tru. Edhe normal që prej gëzimit, si ka dal nga salla operacionet aty, me njerën prej korridorët, më ka thirrë me telefon, mysh dhe thash, po më vjen shumë mirë, falenderoj Allahun.
Gjithsesi. Zotri Erxhan, por mjekësia alternative, sidomos në vendin tonë, ka paragjykime të shumta. Disa nga mjekët edhe nga shtresa intelektuale, po edhe nga, të themi, pjesa e gjerë e popullsisë, të cilët kanë mendime të caktuara, kanë paragjykime. Çka do t'ju thojë këtyre njerëzve? Sepse zakonisht kanë paragjykime të mëdha dhe ndoshta ju etiketojnë në një grup të njerëzve të cilët merren me veprimtari të ndryshme që nuk do të doja as t'i cekja. Do me thënë një lloj njerëzi që bëjnë kamuflime të ndryshme. Unë secilin e porositi me lexu. Secilin e porositi me hulumtu. Kjo metodë nuk është e re, nuk është e imja. Kjo është mos të them, një mjek me emnin Rezah në Iran, në Persin asaj kohe, para 950 viteve, i ka përcjell disa punëtorë që kanë punuar në miniera ku nxirret nafta. I ka përcjell se në atë kohë s'ka pas dorza dhe me ato dorë, me naftë, janë ushqy, kanë hangër bukë, edhe i ka përcjell shëndetin atyne punëtorëve, kur nuk kanë ndodhur ata punëtorë me usmun, me pas çfarë do smundje. Edhe ky ka marrë ka studiu, ka hulumtu pak. Këta punëtorë me ato durë, me naftë, po ushqehen, po hajnë bukë. Kjo i bie që në një farë forme vajguri është i domosdoshëm për organizmin, apo jo? Vajguri i përmban të gjitha elementet çka i përmban trupi njeriut. Që do me thënë e përthith organizmi njeriut sikur të tijen, apo jo? Absolut, se është edhe, jo vetëm që është bio, por vajguri i ka të gjitha grupet i vitamineve. Vajguri ka të gjitha metalet, të gjitha mineralet, të gjitha karbonhidratet, të gjitha aminoacidet i përmban vajguri, kështu që pa vedinë e njeriut, ushqehen këto qeliza universale dhe ku ka debalans të shëndetit. Pa marrë parasysh në cilin organ të trupit të njeriut, shkojnë aty dhe e lokalizojnë dhe fillojnë me e mjeku. Normal që ndodhin disa raste, mos të them disa raste ekstreme, por i lajmëron disa dhimbje, për shembull ka problem me mëlçi, i lajmëron disa dhimbje në mëlçi. Por ajo nuk është shqetësuese. Ajo është një shenjë mirë se vajguri po e lufton atë smundje që e ketë në mëlçi, apo kudo edhe në zemrën, cilën do pjesë të trupit të njeriut. Zotri Erxhan, po ndalemi edhe tek që nga periudha e pandemisë, rastet me lloje të ndryshme të sëmundjeve kanë shënuar progres. Por njëra nga to, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe çdo konë në Evropë, sot është një smundje, mund të themi smundja e re e shekullit që po ja atakon, sidomos fëmijët, është autizmi. Edhe ju e keni prekur këtë temë goxha mirë. A mundesh për gjithë ata që po na shikojnë me na tregu në pika të shkurta se çka mendoni ju që e ka sjell deri në këtë pikë këtë gjendje të fëmijëve? Kuptohet ilaqet e fundit, po flas për këto 10 vitet e fundit. Tash të koncentrohemi edhe për këto 5 vitet e fundit, prej kur është lajmëruar pandemia. Me vërtet më vjen keq të flas për disa fabrika farmakologjike të cilet miren me hulumtimin, me ilaqe të reja. Ato ilaqe të reja, sikurse edhe vakcina, nuk po testohen mjaft, nuk po testohen. Çdo vakcinë, çdo ilaq, pa marrë parasysh, çdo tablet, çdo sirup, 7 deri 9 vite do të thotë testohen nëpër laboratoriumet e veçanta tek shtazet, tek mit, jo tek njerëzit. E këto nga ngutia janë testuar, po thoni, direkt në njerëz, apo jo? Direkt në njerëz. Na i kemi pa x raste, video të ndryshme, për shembull edhe në Kinë, pse jo, se ka marrë vakcinën, ka dalë nga spitali edhe e kanë përcjell. Nuk ka shku 200-300 metra, është rrëzo. E kanë marrë me njerë, kanë filluar mi ba disa hulumtime, mirë po, popullata e madhe shumë, vakcinimet shumë të ngarkume që i kanë vaksinu njerëzit, kushtëzimet për punë, për dalje, qarkullim të lirë, dhe njerëzit nuk kanë pyet edhe i kanë vaksinu deshte i kanë vaksinu. Mirë po tani, ku janë ata shkencëtarë? Ku janë ata mjekë të cilët e kanë inicu këtë program, këtë vepër, dhe tani asnjëni nuk po bën zë. Pse? Po i shohin edhe ata vetë, po binden se kanë dështu. Kemi thjesht 2-3 muajt e fundit
vitin 2020 në Norvegji, unë e kam screenshot që e kam fotografu 23 viktima. Mrena gjysmë ore që kanë vdekë. Pacient të cilët në një farformë... Pasi që kanë marrë dozën e për Covid, apo jo? Po, për Covid, vakcinën që kanë marrë edhe qka. Tani, antarët e familjes po përballen me gjyqje. Mirë po, gjyqje po i përgjigje se ata kanë nënshkru vetë, vullnetar janë lajmëruar me marrë vakcina. Por, po flasë për perëndim, për çdo vepër, ty ta qesin përpara një letër të shtypur me kompjuter, edhe një rubrik efektet e mundshme anësore të ati medikamenti, vakcine, tableta, qka të kohë. Sa i përket këtyre vakcinave, kanë qenë blanko. Pse? Nuk i kanë ditur. Nuk e kanë ditë qka mundet nesër mas nesër me ndodhë. Edhe këta jonë në një farë forme kanë nënshkruar, kanë marrë vakcinat, mirë po, edhe qka është bë një alarm i madh, urgjentisht i kanë ndërprer ato vakcina, Norvegjia, i kanë ndryshu, ato vakcine i kanë dërgu në disa shtete afrikane, ku e dion, edhe i kanë fillu me i përdorë disa vakcina tjera, jo kineze, ruse, turqise, gjermane, krejt tjerë, sepse... I kanë testuar të tjerat, po thoni, ato që nuk i kanë testuar në parë. Edhe për këto vakcina tjera, nuk kemi statistikat të sakta, sa kemi viktime, por njerëzit po lajmëron çdo ditë. Posaçërisht edhe stafi mjekësor. Po thoni që në një farë formë i kanë shefur edhe rastet e vdekjeve. Gjithsesi, këto kemi na raste edhe në Itali. Në Itali ato raste nuk i kanë leju me obdukcionin viktimës. Me njerë kanë vëros. Arsyeja e vdekjes. Covidi. Mirë po, është një grup i pavarur i mjekëve botnor, të cilat po i hulumtojnë pas disa viteve, po i rivarosin ata persona, ata pacient, dhe po e vërtetojnë se elementet kimike që kanë përmbajnë vakcinat kanë qenë arsye shkas për vdekjen e trombozën të ndryshme, aritmi, probleme me zemër. Pra, në një farë mënyrë ju po thoni se këto vaksinime apo i bie në një formë që janë bartur nga nëna tek pasardhësi, apo ka shkuar në çfarë mënyre? Jo, vakcina shumë thjeshtë, edhe vakcinat e fëmijëve. Tek fëmijët e posalindur. Po. Tek fëmijët e posalindur, na kemi raste ku, në disa raste i kanë tregu gruaja shtatzane nuk guxon me marrë vakcinë për Covid. Mirë po, në Kosovë, po mduket kanë ndodhur edhe se kanë kthyer hiç, i kanë vaksinuar edhe shtatzane, që është shumë në kundërshtim me çdo rregull. Mirë po, ndoshta kanë insistu edhe ato nana, ato gra, shtatzane, në një farforme, ma mirë me marrë vakcinën, bile je pak e sigurt në një farforme edhe për lindja dhe për këtë. Mirë po, kanë ndodhur edhe kundërta. Fëmijët kanë pësu edhe gratë. Pra, po i bie që edhe fëmijët këto vakcinat e zakonshme që i marrin pas lindjes, në 2 mujorën, në 4 mujorën, në 1 vjeçar, do me thënë, ato janë... Edhe ato po na tregohen me shumë pasoja të rënda. Autizmi, numër 1, sulmet epileptike, numër 2, ADHD, do thot, hiperaktivitet, dhe fëmijët me nervoz të tepruar pa asnjë arsye. Këto janë shenja të cilat mundeni me thonë edhe në përqendra, në përqerë dhe me i përcjellni fëmijët të e lujt për njerë nervozot ose bjen ose rëzot, sulmon, do të thotë sistemi nervor e sulmon, sepse janë thërmia të vogla, nanothermia të vogla, të cilat janë injektu tek fëmijët, nuk dua të them me qëllim me i shkatru shëndetin, por një metod e re, një metod eksperimentale. Ato metoda eksperimentale e rrezikshme për fëmijët. Asesi tek fëmijët. Edhe në ju, të gjithë ne kemi marrë ato vakcinat e mëhershme përpara. Ato kanë qenë të testuara ndoshta një shekull, me vite të tëra, dhe asnjë nga ne nuk ka pësu diçka. Sipas jush, si shërohet autizmi? Keni një metodë të saktuar të cilën e përdorni tek pacientët tuaj, apo jo? Autizmi mjekohet gjithsesi me provu, me e mjeku me vaj farave të zeza. Sepse dhe vaj farave të zeza është i bekuar, dhe kështu që pse mos me provu. Një, edhe me leximin e Kuranit, do të thotë rukje, me i bë fëmijët, do të thotë në 2 anë
edhe me rukje, edhe me përdorimin e vajit farave të zeza, shumë A ka raste. ndonjë rukje të caktuar? Jo, Apo... thjesht rukje për mësysh. Po. Rukje për mësysh edhe shumë po ka sukses. Fëmijët me autizëm, dal nga dal, po zboten, edhe po i humben ato... A keni raste të shumta ju me këtë Kam sëmundje? raste, jo shumë të për shembull, shumë thjesht një 7 raste i kam në Norvegji, pra edhe këtu, kur po vinë pushim, po lajmëron mirë, po unë nuk po Për kam... kohë të shkurtër besoj që nuk Po, mund tjetë edhe efikase, apo jo? Sigurisht se duhet, jo, Trajtim. 3 seansa nga 3 minuta. Unë rukjen e baj 3 minuta, edhe preferoj me marë, me pi, me përdor, me i dhonë fëmijët vajnë e farave të zeza, edhe me ba dua, ka mundësi që Allah me na ndihmu për çdo rast. Po lajmëron për mirësime të shumta. Por normal të kuptoj me as garancion, as premtim, por i avlen me provu. Me provu. Sepse vaj farave të zeza, edhe vaj farave të zeza Edhe ky nuk bën asgjë në organizëm dëm. Jo, vetëm dobi, vetëm dobi. Edhe pse për vajin e farave të zeza e din shumë edhe të gjithë, e përdori në masë është më të ilaç, madhe. pothuajse për çdo sëmundje përpos pleqërisë dhe vdekjes. Edhe pse pleqëria dhe vdekja nuk janë sëmundje, por as që ka Procese ndikimin e biologjike, gjatë. po. A mundesh me na tregu, domethënë cilat mosha i keni këta fëmijët me autizëm? Sepse mjekësia tregon një moshë të caktuar kur mund të shërohet më mirë fëmija, ndërsa mjekimi në stade më të larta, domethënë kur fëmija është për shembull mbi 5 vjeç, janë më të vështira për tu trajtuar. Po gjithsesi autizmi lajmërohet kur i mosh 2 vjet. 2 vjet i gjysmë parafërsisht, aty lajmëron shenjat e para se deri në 2 vjet fëmiu mundet edhe po nuk vren aq shumë se fëmiu e ka është i unt, është i uritur, është ndoshta duhet me ndru pampersën e disa nevoja të veta fiziologjike. E kur i bën 2 vjet fëmiu pak fillon mundohet pak me u shpreh, me fol diçka, edhe pak me kontaktu më kon social me rrethin, me prindët, normal me prindët, domethënë me nanën, me babën edhe me rrethin me të gjithë anëtarët e familjes. Aty pastaj prindi e vrin që po i mungon në një farë forme një mungesë e komunikimit, edhe fëmijën kur po e thirr, ti fëmijën 1 vjeçar mundesh me thirr, po ti mos prit ndonjë përgjigje ose ty më thon urdhna bab. Por fëmijën 2 vjeç. Për të paktën një kontakt verbal ta ketë. Po thirr fëmijën 2 vjeç, fëmiu nuk pikushton në nënësi, po ndëgjon, mirë po nuk po kthehet. Edhe njerë 2-3 herë po thirr fëmijën, po i del përpara, fëmiu nuk po don absolut as me shiqu babën. Kjo një shenjë që unë po e them për autizëm. Edhe normal që po i dërgojnë te mjeku familjar, sigurisht pedagog, edhe ata po e diagnostifikojnë më saktë. Edhe sëmundjet epileptike, edhe këto po ka shumë raste ku ne në rregull 2-3 vjet kur është mirë, po kur i bën 7-8 vjet, po fillojnë ato me u shfaq më agresive. Fëmiu thjesht po rxohet pa asnjë arsye, po fillon me u shkumo, edhe syt po i zbardhen, sulme shumë të rënda, po. Prindi kur po sheh ashtu normal që po traumatizohet, po qon me njerë te mjeku, në bazë spjegimeve, në bazë shenjave, në bazë simptomeve, po ka mundësi me qenë sëmundje epileptike. Janë disa metoda. Mirë po edhe ato tableta që po i japen këtyre nuk janë, asese nuk janë të garantuara. Por ato përdorimi atyre medikamenteve për kohë të gjatë kanë efekte anësore të tjera, ose ndikojnë negativisht në zemër, ose ndikojnë negativisht në memorje, sepse në bazë nervore, në tru ndikon, edhe kështu që janë disa, të them se po duhet shumë e hulumtu, janë disa metoda me këto, me instrumente më të reja, ku po i përcjellin edhe ëndrat. Edhe ëndrat kur po hyn personi, pacienti, kur po hyn në atë fazën e ëndrave, aty po i dallojnë disa shenja, disa deformime, disa çrregullime në tru, dhe aty po e vërtetojnë se bëhet fjalë për një sëmundje epileptike. Por aty po mundon me intervenu me rryma të ndryshme në tru, mirë po ato janë ende në fazën eksperimentale. Derisa ne themi se epilepsia është absolutisht e pashërueshme.
ti mundesh vetëm me provu, me i azbut sulme. Jo, sulmet me i azbut. Mirë po ti me shëru 100% autizm, këtë epilepsin nuk ka. Se këto i kemi edhe nga mjekësia profetike, ku qysh atëre janë mundu, mirë po e kanë caktu që është e Zotri Erxhan, ju jetoni në Norvegji, në njërin nga shtetet skandinave, që Skandinavia njihet për shkollim të jashtëzakonshëm në botë. A përdorin shtetet skandinave mjekësinë alternative? Dhe a janë të fokusuar 100% në mjekësinë e përgjithshme, apo përdorin shumë metoda alternative të cilat i kanë mësuar, besoj, nga gjenerata të ndryshme të familjarëve të tyre? Normal, çdo shtet, jo vetëm Skandinavia, por edhe çdo shtet është interesuar, po flas për disa mjek të cilët me të vërtet janë të sinqertë dhe hulumtojnë metodat e reja, metodat e ndryshme, çfarë do. Dhe kështu që edhe vetë norvegjezët, unë e njoh mjekun norvegjez, i cili ka kërku në një farë forme rezultate nga puna e tij. Me mjeku pacientin me çdo kusht. Mirë po nuk ka arrit me e mjeku, sepse i ka lexuar edhe efektet anësore të medikamenteve. Dhe është dorëzu. A din çka? Ja ka thyer shpindën mjekësisë konvencionale dhe ka shku në Kinë. Në Kinë atje ka shku prej zeros, ka fillu me u shkollu për mjekësinë alternative, do të thotë për fitoterapi. Dhe është i certifikuar edhe për këto smundjet e ndryshme që ka mundësi me anën e stimulimeve të gjylparëve, të arit ose të argjendit, me akupunktur të certifikohet atje. Dhe ka qenë mjek i përgjithshëm, e ka hap ordinancën për akupunktur. Do me thënë, Kina në një farë forme është djepi mjekësisë alternative, apo jo? Shumë e vërtetë. Mirë po, edhe na shqiptarët. Edhe na i kemi disa metoda alternative të mjekimeve, për shembull, të cilat i kemi, besoj, me gjenerata nga gjyshrit dhe stërgjyshrit tonë, apo jo? Për shembull, kthimi i kthizës në vend. Ikja e kthizës, ndoshta keni ndëgjuar, për ikjen e kthizës, për shembull, që në Suedi, në Skandinavi, e masakrojnë. E prejnë, mundohen fizikisht muskujt me i kthy në vend, lukthin organet e brendshme të njeriut, mirë po çka operacione nuk vjen shprehje. Unë e di persone që e kanë masakruar shkurtikisht edhe është i pa aftë për punë. Derisa tek ne për 5 minuta, 10 minuta e kthen kthizën në vend, edhe çka njeriu. Me metoda alternative. Po. Dhe besoj që goxha e thjeshtë, apo jo? Shumë thjesht, tani këto kupat që janë për kupzim apo për hijame që përdoren, thjesht një kup e qet në kthiz, edhe me një pump vakum, e man 5 minuta deri në 10 minuta, e largon, shumë muskujt e barkut kthehen në atë vendin e maparshëm, sikur se edhe zhvendoset edhe lukthi. Se edhe lukthi është në një lëvizje të sa marrim na ushqim, normal që pesha e ushqimit fillon me e zbrit pak lukthin, mandi duke u përpunu ushqimi, lehtësot edhe prapë, domethënë, Zotri Erxhan treguat që keni një bashkëpunim, do të thoja, me mjekët në Shqipëri, por në Kosovë dhe në Norvegji janë drejtuar tek ju ndonjë doktor i cili dëshiron që pacientët e tij, ai e ka bërë pjesën e tij, por që ka qenë e pamjaftueshme dhe dëshiron që ai pacient të ketë ecurinë e pozitive të mjekimit nga sëmundjet që i cekëm. Mjek me kancer. Në Zvicër, Gjermani, shqiptar. Po. Edhe mu ka drejtu, ka një prej pacientëve, më ka thonë qështë doktorve, cerebre që të këtë mjekun Norvegji, ndoshta, pse, e ka thonë, unë jam mjek, ti po më thonë, provoj Allah, ani, ti je mjek, unë jam pacient të jetë. Po mere që të provoj, se nuk bëhet nomi, me hup, nuk hup, edhe me të vërtet, po falenderon. Do më thënë, vetëm e largon përkohësisht vaj i gurit apo e mjekon? Sepse shpesh herë kjo ka pyetje në popull, sepse thonë, apo e largon për 2-3 vite, apo po e mjekon? Po e mjekon, mund të theme përgjithësi, po e mjekon të kuptomi ato rastet e randa që janë me metastaza, që kanë marrë shumë kimioterapi, ata e kanë organizmin, gjakun e kanë me plot kimikate të ndryshme. Ato në raste shumë të randa. Pra ato normal që as unë nuk premtoj, as kush nuk ka drejt me, nuk guxon me premtu, mirë po për secilin rast provo. Tash,
përpos vajgurit dhe vajt farave të zeza, gjithsesi paralel me bë edhe hijame. Çka ato kimikate që i kemi marrë në organizëm, me kimioterapi, me imunoterapi, target terapi, çfarë do terapie, me e pastru gjakun. Edhe çka po vjen deri te mjekimi. Tash, normal që unë nuk kërkoj, nuk llogariti mjekim 100%, mjekim 100%, normal që nuk ekziston, sa do këdo, ti me mjeku së paku 50%, 60, 70, deri 90%, a nuk është ai një sukses? Edhe njerëzit po mjekon komplet, por unë gjithsesi nga secili po kërkoj edhe një incizim me bë me PET skaner për shembull, edhe me pa rezultatet e fundit, nëse ka dikon çfarë do një, nëse është edhe sa një pikë e vogël e zezë në trup, le të më tregon, por edhe shumica rasteve po i them vazhdoni prap me përdor edhe vajin e gurit edhe vajin e farave të zezë si preventiv, gjë që unë vetë e përdori si preventiv që e pothuajse 11 vite. Do më thënë ju po thoni që e përdorni në vazhdimsi vajin e gurit? Në vazhdimsi e përdori vajgurin edhe vajin e farave të zezë shumë thjesht si preventiv. Nuk kam asgjë, por si preventiv. Zotë Erxhan, nëse nuk keni diçka për të shtuar, ne ju falenderojmë shumë për kohën dhe shpresoj që gjithë ata që drejtohen tek ju në të vërtetë ta gjejnë mjekimin me këto metoda të cilat ju i cek gjatë gjithë kohës. Faleminderit edhe për juve për vizitën, por gjithsesi secili le të lexon pak më tepër, le të hulumton pak më tepër se në botë ka shumë metoda të mjekimeve. Një ndër ta, kush është interesuar, muj me ndihmu edhe me bashkëpunu, edhe ato me mësu që edhe me shpërnda punën e përdorimit të vajgurit dhe vajt farave të zeza. Gjithmonë jam në disponim me ju përgjigj secili dhe kam dëshirë që popullim të shkoj përpara me këto mjekime, sepse me vërtet i avlen, para mendoni me 4-5 euro, me u mjeku një pacient me tumor me kancer, me vërtet është mrekulli. Dhe me e provu gjithsesi, pra për çdo kontakt, për çdo bashkëpunim, ju mirëpresim. Diskutimi hapur, energji pozitive dhe histori të padëgjuara më parë. Çdo javë jemi me ju me informacione dhe rrëfime që na frymëzojnë. Përmbajtje me vlerë që ju bën pjesë të një bote plot inspirim. Bashkoni me ne sepse çdo javë kemi diçka të re për të zbuluar. Çdo histori fillon këtu. Eksperime vjen çdo javë në drejtimin e Majlinda Kovaçit.